Altin, jam afruar sepse ma ka kërkuar vetë. Lutem rrimë Danja pas ka ndetë në presion me mua, si a pas kam kërkuar, jo se ka dashur. Egli unë ty t'jam gjëndër ti për një moment të caktuar, ti mua me poshtu, ti e ke thënë atë fjali. Sepse unë nuk mund të mbaj mend edhe të fiksoj në tru çdo fjalë dhe çdo shprehje që unë përdor në një bisedë me një vajzë që unë e konsideroj të sinqertë në raport me mua në këtë shtëpi. Egli është e dyta herë që më nxjerr keq në pam. E dyta herë. Jo, unë nuk ja kam përbërë sepse e kam ndetë goxha afër. Mendoj që nuk e shqetëson asgjë, thjesht i duhet këtë gjë. Do t'isha mërzit unë me të. Danja po mbaj qëndrim me mos, po mbaj unë me Danja. I kam shku 2 herë, një herë i kam përkëdhel kokën, një herë kam shku e kam puth në mëngjes, nuk më ka folur. Për 3-ën herë motrës time që ma ka bërë njëta nën nuk shkojnë. Jam shumë e mirë vetëm. E kam tregu bërë disa javë që jam vetëm. Se pastaj tot mua më vin, nuk i shkoj njeriu. Unë mendoj që dyja doni me nxit debat. I kam thonë Eglit që keni mu përla shumë shpejt. Si më ka besu mu, ka zëllë e besu. Dane s'le të mon Daniel. Le të vazhdo tash me Daniel. Pra të fjali, ti duhet të dile për zot. A me Danja, e kuptoj se çfarë po do me bë, po unë nuk do ta bëj këtë gjë me ty. To që ke bërë Unë nuk do ta bëj këtë gjë me ty. Po unë s'kam bërë asgjë me ty, kjo është diferenca. Edhe mbasi. Edhe ti ke dashur të hapësh debat me mua. Sa herë që ajo ndihet keq në lojë, bën sikur ka mbetur hatri me atë shoqen që ka qëndruar afër, nuk i flet për 2-3 ditë dhe më pas fillon të sulmon. Ti je turtull, më vetëm flet gjithmonë. Po gjon vetëm deri tani se çfarë bën. A ku du fare situatë gative. Gjon vetëm, e shoh se nuk do situatë. E shoh se ka marrë kanë përshafur 2 herë pas aty prajme. Dhe ti. 2 herë. Ti je fjali që ta kanë thënë të ndjerë e përdorën me Rozana. Nëse e ke ndjerë ta thoje. Çak 3 herë në këtë shtëpi. Po i po Danja. Le këto skena, thuj edhe. Po do mu përla me ty se në vyn me shku finale vëlla, duhet më kon aktiv edhe jem në rregull. Duhet të dile për zot atë ditë. Nuk e ka dy ka dalë për zot në shtëpi. Ti merri me Rozanën dhe po i mban rrafshën Rozanën. Se me jemi vetëm ne dy. A do ta bësh? Po ty se vjen zot. Tjetër sa gjë. E fut dhe e përfshin Rozin për asgjë. Rozana di fjalë që të kam thënë unë ty. Nuk e di pse u futa unë në këtë mes, po sigurisht në bisedat e Eglit u futen gjithmonë sepse Egli e bën dhe për të më bërë pis mua në këtë bisedë, për të më përlyer në historitë e veta të stisura. Rozana po të përdor diçka që ti ke folur në aspekt me mua, në një debat të saj me mua. Pra po të nxjerr zbuluar që urdhë kush është kjo vajza. Unë nga kjo di se çfarë ti flet me këtë. Emrin e Danjës nuk ta kam përmend kur. Asnjëherë kam thënë. Ja kam thënë Danjës, ajo vjen te ty për të përdorur si asta. Dhe ajo do gjej një pas tjetër për të zëvendësuar Rozana. E di se çka Dhe mos më përmend emrin. Kush po përkon barkun nga knatësia është e para Rozana. Mos e përdor këtë. Si përdor Rozana. Ti ke dashur me ne. Me ty. Ashtu ti prezanton. Edhe një është ndjerë që Edhe jemi një ty. ja po do. A kupton çfarë bëhet tu valla këtu në Shima? To flasin pas krave për gjëra që unë kam të sinqerisht me atë gocën dhe unë jam ashtrusja. Moj, friti bëj mendje se si askund e bën këtë gjë të gjithë. Nuk po pushon. Jeni bërë gjithë ai soi, moj, jeni bërë gjithë. Nuk jam gabim, Moj, nuk jam gabim. Danja, mos u merr me mashtruse, mos u merr Danja koka. Danja, me atë jemi zënë, jemi karruar. Se çfarë bëjmë? Danja mos u merr më. Boll. Në fakt, lufta është midis Rozanës dhe Eglit. Nëse ajo nuk lidhet me atë djalin aty, do përfundoj kështu duke u marrë me njerëz për të ndetur aktive në prajme.